Return. Return. Po. Nie było. Ważnie, a to zabijaj pięknie. No już nie. Już? Разлистно еще. Эти вырезы, что ли? Зверак, моя выпела мою книгу. Вот и Джульетта. Nderuar deputet, dyshemi deputet Parlamentit të Kosovës të basën e ligjërimit paragrafi 4 të Konstitucionit të Republikës së Kosovës, e ligjërimit paragrafi 3 të Ligjit të Qeverisë kanë parashkruar kërkesë të seancës së zakonshme plenare. Pra diskutimi i në zgjedhjen e presidentit të Republikës së Kosovës. Prandaj në këtë rast, para se të vazhdojmë, po e ftoj shefin e grupit të lëvizjes vendimore që ta arsyetoj në emër të deputetëve të seancës. Faleminderit të nderuar kryetare e Vendit, të nderuar kryeministër, kabinet qeveritor, të nderuar kolegë deputet. Pra kemi thirrur sot këtë seancë me qëllim diskutimin lidhur me zgjedhjen e presidentit të Republikës së Kosovës. Duhet të konsideruar larg se Vendi është vendi ku duhet të zhvillohen diskutime serioze institucionale dhe jo ambientet jo formale. Rëndësia e këtij diskutimi është themelor për stabilitetin institucional dhe funksionimin demokratik të vendit dhe zgjedhja e presidentit nuk është thjesht një çështje procedurale, por një moment që kërkon përgjegjësi politike, bashkëpunim dhe vullnet për konsensus. Në këtë vit, ndonë se ne gjatë këtyre ditëve, fundjavës për dhe gjatë ditës së sotme, kemi pritur për propozime konkrete zëtësish për nënshkrimet e deputetëve të partive tjera, si shefe e grupit parlamentar të lëvizjes nuk kam pranuar asnjë nënshkrim e asnjë diskutim në lidhje me këtë pikë, andaj kemi konsideruar të rëndësishme që këtë debat ta zhvillojmë këtu në Kuvend. Të nderuar deputet të Vendit të Republikës së Kosovës, të nderuar kryeministër Kurti, zëvendës kryeministra dhe ministrat të kabinetit qeverisor, të dashur qytetarë të Republikës, të nderuara media. Siç jeni në djeni, seancën e jashtëzakonshme të Kuvendit të Republikës së Kosovës për zgjedhjen e presidentit të Republikës së Kosovës, të cilën e kemi filluar në 5 mars 2026 dhe kanë ndërprerë për shkak të mungesës së forumit. Në 6 mars 2026, Presidentja e Republikës së Kosovës, zonja Vjosa Osmani Sabri, nxjerr dekretin nr. 24/2026 për shpërndarjen e legislaturës së 10 të Kuvendit të Republikës së Kosovës.
Pasi që gjykata shpalli të pavlefshëm, dekretin janë adresuar shumë pyetje se pse nuk e kemi vazhduar seancën që i nisur në 5 mars. Ndjej obligim që të sqaroj në këtë seancë teksa po flasim për këtë proces. Tu kam pasur mundësinë ta vërtetëj për vazhdimin e asaj seance, viti ku paraqitet qëndrime publike të subjekteve opozitare që të lidhen në seancën të qytetit. Në seancën e datës 5 mars, bazuar në gjykimin e gjykatës, numër KO 29/11, kam kërkuar nga opozita që të vinë në seancë dhe të ushtrojnë obligimet kushtetuese. Në një demokraci parlamentare mund të ketë vazhdime të thella politike, mund të ketë përplasje, debate, madje edhe mosmarrëveshje të forta. Por mendoj që pa një vit që nuk duhet kaluar dhe kjo vit është detyrimi jonë, i gjithëve, për ta respektuar vendin kushtetues. Pra bazuar në këtë gjykim, thuhet: gjykata vren se lidhur me numrin e votave që kërkohet për zgjedhjen e presidentit të Republikës së Kosovës, në 86, i pari kushtetuese siguron se presidenti i Republikës do të zgjedhet në 3 deputetëve, përmend Rande, por ajo që ka është rëndësishme thotë që minus ata deputetë të cilët kanë marrë leje nga kryetari i vendit dhe kandidati i cili merr të vota ose më shumë vota nga të gjithë deputetët zgjedhet në vend. Po ashtu sqaron edhe procedura tjera. Mungesa e opozitës është një veprim që prodhon pasoja direkte, bllokimin e një procedure kushtetuese dhe shtyrjen e vendit drejt një krize të panevojshme. Unë nuk jam natyrisht për gjykuar motivet politike të askujt, sepse nuk është në rolin tim sekretare të vendit që ta bëj këtë, por është detyrimi im që të ndroj funksionimin kushtetues të këtij institucioni sepse agjërimi i gjykatës kushtetuese e ka sqaruar këtë çështje në mënyrë përfundimtare. Deputetët janë të obliguar që të jenë pranishëm në këtë mënyrë, përveç rasteve ku kanë marrë leje të rregullt. Paraprake, ky është standardi që punon nga rendimi i kushtetues. Pra ka një ndërlidhje dhe në të pjesës të qenë 2/3 në këtë vend dhe që votojnë. Ka një ndërlidhje në obligimin e tyre për të qenë të pranishëm dhe që të marrin pjesë në procesin e votimit. Qoftë për, qoftë kundër, qoftë abstenim. Sot përballë këtij standardi kemi një realitet fatkeqësisht tjetër. Të nderuar deputetë, unë jam drejtuar gjykatës kushtetuese për këtë situatë më një herë po a dytë kur kam ndërprerë seancën e 5 marsit. Përgjigja ka qenë e qartë. Kjo çështje është res judicata, pra është vendosur një herë e përgjithshme. Nuk ka hapësirë për interpretime të reja apo për shmangje nga ky detyrim. Mandati që ne e mbajmë nuk duhet të ushtrohet sipas kalkulimeve të momentit, është një përgjegjësi që nuk mund të pezullohet për të përshtatshme. Nuk mund të flasim për demokraci funksionale dhe që institucionet tentohen të bllokohen përmes mungesës. Nuk mund të pretendohet respekt për kushtetutën duke anashkaluar detyrimet që kushtetuta na imponon të gjithëve. Natyrisht që qytetarët nga ne nuk presin që të jemi që të jemi dakord, por presin që të jemi gjithmonë pranishëm, presin që të marrim pjesë, presin që të votojmë. Sepse vota qoftë kror, kundër apo abstenim është akti i përgjegjësisë. Por asesi nuk kam kërkuar ndryshim të bindjeve të askujt, por kam përmendur obligimet kushtetuese për deputetët, sepse të fundit ky është edhe obligimi im si kryetare të vendit. Dhe ky është minimumi që një demokraci të ka. Ju falenderoj. Tani po vazhdojmë me fjalët. Ftojë Kryeministrin e Republikës së Kosovës që të na falë. Të nderuar deputetë të Kuvendit të Republikës, të dashur deputetë të Kosovës, të nderuara kryetare e Kuvendit dhe një herë si kushtetuese e detyrës së presidentit të Republikës së Kosovës, Zonë Gjiu. Sot kemi ngritur në fund të raportit kushtetues për zgjedhjen e presidentit të Republikës. Zgjedhja e presidentit është vendimtare për vazhdimin e funksionimit me kapacitet dështimi në zgjedhjen e presidentit që dërgon vendin në zgjedhje të reja, të cilët duke përfshirë ato gjëfare në vitin e kaluar,
dhe të ishim të festat me radhë brenda 16 muaj. Pra, po thuaj se çdo stin të vitit do të kishim zgjedhje mesatare. Zgjedhjet e reja ka dyshim që do të frenojnë punën e qeverisë, do të pamësojnë praktikisht kuvendin dhe presidentin, duke vonuar edhe progresin në çdo sektor të jetës shtetërore. Prandaj përputhje me interesimin e qytetarëve dhe me interesin e përgjithshëm publik, do të flas për këtë çështje sa më qartë që ti e mundem, ashtu që asnjë njeri të mos arrit të keqëtojë apo të keqëtojë. Së pari, jam bërë 75 ditë, pra 2 muaj e gjysmë, që nga krijimi i qeverisë së re, pas zgjedhjeve të përgjithshme të parakohshme të 28 dhjetor të vitit. Rezultatet e zgjedhjeve u certifikuan me 9 shkurt, ndërkohë vetëm 2 ditë më pas, me 11 shkurt, u konstitua kuvendi me zgjedhjen e plotë të kryesisë dhe u formua qeveria e re po të njëjtën ditë. Ato 2 ditë ndërmjet certifikimit dhe konstituimit ishin të nevojshme vetëm për procedurë. Nuk kishte në fakt asnjë vonesë. Po e fillojmë me këtë me qëllim të vetdije, sepse akuzat se lëvizjeve vendosje me partner të saj ikën nga përgjegjësia nuk janë vërtetë. Nuk ka pasur as në mars të vitit 2021 dhe as në shkurt të këtij viti asnjë vonesë, asnjë burim dhe asnjë shmangje në marrjen e përgjegjësive për të qeverisë. Sa po certifikuar rezultati, është marrë përgjegjësi. Kjo është e matshme dhe e verifikueshme. E kundërta ndodhi, siç e dini, pas zgjedhjeve të 9 shkurtit në vitin që shkoi. Lëvizjeve të vendosje me koalicionin qeverisës asukohe kësaj rënje në ato zgjedhje për disa vende. Kjo rënje u reflektua qysh në vitin e parë punimeve të legjislaturës së nëntë, ku blokua certifikimi i listës së deputetëve, të cilët tashmë ishin certifikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Kjo blokad pastaj u zgjerua dhe vazhdoi me blokimin e zgjedhjes së kryetarit të parlamentit gjatë gjithë pranverës e deri në fund të verës së shkallës. Blokada ishte njëkohësisht e panevojshme dhe e parsumshme. E panevojshme sepse vendosja kishte ofruar kuvendit kandidatën ndruan më të votuar në zgjedhje, njerëzisht ka bërë edhe këtë vit, ku ajo tani është jo vetëm kryetari i kuvendit, por edhe ushtrisë e detyrës së presidentit. Pra, objektivi që opozita pretendon që vjen përfaqësimi i grave dhe i vullnetit qeveritar, vetëm vendosja kishte ofruar duke nominuar Albin Haxhiu për kryetarin e kuvendit. Duhet ta kujtojmë këtë epizod, sepse kryetari i tashmë i kuvendit Albin Haxhiu ishte propozuar për kryetare vitin që shkoi me 19 prill. Një vjet e 8 ditë, para një viti e 8 ditëve është propozuar Albin Haxhiu kryetare të kuvendit. Nga ajo ditë deri me 9 shkurt të këtij viti, kur zonja Haxhiu zgjodh kryetare, kaluan plot 298 ditë ose 10 muaj. Pyetja është se kujt i shërbyen këto 10 muaj blokade. Blokada ishte përveçse e panevojshme edhe e parsyeshme, sepse duke bllokuar kuvendin, opozita bllokonte edhe vetën dhe nuk lejonte rrjedhjen e afateve kushtetuese për formimin e qeverisë që ajo duhet ta mbajë llogaritës. Qëllimi i blokadës vitit kaluar ishte për ta dëmtuar subjektin fitues, por ajo në fakt rezultoi në dëm të qytetarëve të shtetit. E njëjta logjikë po ndjeket edhe sot. Për të mbështetur këtë blokadë juridikisht, opozita e përdori dhe testoi deri në kufi gjykatën kushtetuese. Kosova pagoi çmimin e asaj blokade me 2 raunde të zgjedhjeve parlamentare, brenda një viti me muaj të humbur punë parlamentare dhe me miliona euro të buxhetit shtetëror të shpenzuara për zgjedhjet parlamentare. Shpresoj sinqerisht që ky mësim i shkëlqyer nga viti i kaluar të shërbejë si precedent i qartë për ta. Së dyti, është rëndësishme të kujtojmë se përse vendi shkoi në zgjedhje në vitin që shkoi.
Vendi shkoi sërish në zgjedhje pas 12 muajsh kur mbajt në zgjedhjet parlamentare, sepse nuk ka vullnet nga opozita për të bashkëpunuar, për të formuar koalicion me Lëvizjen e Vendosjes. Dhe ta shfrytërojmë këtë pjesë me kujdes, sepse edhe këtu ka keq informim sistematik e manipulim me vërtetë. Vitin e kaluar, nisma socialdemokrate, e cila kishte kaluar pragun zgjedhor bashkë me AA-n, dhe kishte siguruar 3 deputet u shkëput nga koalicioni i saj, duke sinjalizuar që është e gatshme për koalicion qeverisës me Lëvizjen e Vendosjes. Lëvizja e Vendosjes kishte fituar 48 deputet dhe i bën ofertë kryetarit të nismës socialdemokrate Fatmir Limaj në përputhje me rezultatin zgjedhor dhe me parimin e respektit të peshës politike. Kishte 3 deputet. Ofertën tonë e refuzoi. Pra, 48 deputet Lëvizja e Vendosjes, 3 deputet nisma socialdemokrate, por refuzoi që të bashkëpunojnë e të merrnin në vesh dhe vendet japin qeveri. Pastaj, duke qenë se marrëveshja politike ishte domosdoshme për formimin e qeverisë, nuk i bëra pjesë pashkës 2 herë lidhjes demokratike të Kosovës. DDP-ja refuzoi në mënyrë konsistente. Ishin këto refuzime për marrëveshje politike që e çuan vendin në zgjedhje të reja në dhjetor të vitit që shkoi. Nga 4 prilli, Kosova ka presidentin në detyrë. Çfarë kërkohet prej nesh sot është zgjedhja e presidentit të Republikës. Zgjedhja e presidentit të Republikës është detyrim kushtetuesi për kuvend. Jo i një partie, jo i një koalicion, e këtij kuvendi në tërësinë e tij. Kuvendi i Republikës Kosovës ka 120 deputet. Nga këta 20 janë vendet të rezervuara për komunitetin e shumicës, ndërkohë që komuniteti i shumicës ka ndaruar për 100 vende. Në ato 100 vende, Lëvizja e Vendosjes bashkë me partinë Fuzo dhe me partinë Alternativa ka fituar 57 vende ose 57%. Duke llogaritur edhe vendet të rezervuara, koalicioni ka fituar 51%. Kjo është fitoria më e madhe. Ky është rezultati më i lartë ndonjëherë në historinë parlamentare të Republikës Kosovës. Kjo fitore u përkthye koalicion qeverisës të votuar nga 66 deputet. Kushtetuta për zgjedhjen e presidentit kërkon që presidenti i Republikës të ketë mbështetje të gjithë. Vjedhëmisht zgjedhja e tij është përgjegjësi e gjithë kuvendit, jo vetëm e mazhorancës, jo vetëm e qeverisë. Meqenëse këto, fakti që presidenti zgjedhet nga deputetët dhe jo drejt për drejt nga qytetarët e bën zgjedhjen e tij realisht të varur nga pesha politike e subjekteve parlamentare. Lëvizja e Vendosjes ka peshën më të madhe dhe natyrshëm me peshën e madhe vjen edhe përgjegjësia e lartë. Por përgjegjësia nuk mund të ndahet nga pesha. Ato janë të pandashme. Është e rëndësishme ta kuptojmë këtë marrëdhënie me saktësi. Pra, përgjegjësi sipas peshës. Kur një subjekt e ka peshën e plotë për të kryer një detyrë kushtetuese, atëherë me të drejtë i kërkohet llogarizënia e plotë nëse ajo detyrë nuk kryhet. E tillë është qeveria e Republikës e votuar nga 66 deputetë. Por nëse subjekti nuk ka peshën e plotë, atëherë llogaria ndahet me të tjerët proporcionalisht. Shembulli i konstituimit të kuvendit dhe formimit të qeverisë e ilustron këtë parim me qartësi. Atje kishin përgjithësi të plotë, sepse kishin peshën e plotë. 66 vota mjaftonin për të konstituuar kuvendin dhe për të formuar qeverinë. Përgjegjësia pra është ndarë dhe proporcionale. Proporcionale sipas peshës politike. Kështu, pas vendosjes, ajo kalon tek PDK-ja, subjekti i typ me 21 deputet dhe pastaj tek DDK-ja me 15 deputet. Në termat përqindjes, nga zgjedhjet e fundit, Lëvizja e Vendosjes i ka 51% të përgjegjësisë për zgjedhjen e presidentit, por nuk e ka 100%. Për zgjedhjen e presidentit, secili subjekt ka peshën e vet përgjegjësisë, por fakti që ke më pak deputet nuk të bën të përjashtuar nga përgjegjësia. Parimi se përgjegjësia duhet të ndahet sipas peshës dhe se kompromisi demokratik duhet të ndërtohet në pi respekti e rezultatit zgjedhor, do të duhet rezultatin praktik në hapa konkret
subjekt reprezentativ. Por si është kushtuar kjo përgjegjësi nga muaj e javë të përpjekjeve për zgjedhjen e presidentit. Së pari, lëvizja vendosje si subjekti me peshën më të madhe parlamentare ka vepruar në përputhje me atë peshë. Morë iniciativën e parë. Cila është baza për pajtim që opozita e ka në mendje për zgjedhjen e presidentit kur dihet që s'është shtatë vjetë Të nderuar deputet, nderuar kryetari Axhiu, dashur kryeministër Kurti, kryeministra, kolegë ministra, të nderuar gazetar, të dashur musafirë që pranishëm në këtë seancë. Nëse duam ta konceptualizojmë atë që ka ndodhur në ndërmendja prej vitit 2019 në Kosovë, nga aspekti I krizës. Atëherë mund të them që tri kriza na kanë ndodhur në 4 parë zgjedhje për 7 vjet. Dhe që të tri krizat e kanë pas forë edhe arsye themelore për pjekjen për mos pranim të rezultatët zgjedhore, ama saktë nga thonë është edhe për pjekje për të ndysje të rezultatët zgjedhore si reflektim I vullnetit të popullit. Kriza e vitit 2020 e ka pas formën e daljes LDK-s nga koalicioni me vendosjen. Edhe përmes bashkëpunimit me PDK-n e Kurti-ja, pra një mos pajtim që kryeministër me qenë Albin Kurti, edhe një mos pajtim që populli pse ja ka dhënë mandatin lëvizjes së vendosjes në qytet. Kjo më përmendja që ka qenë thelbi I krizës së parë. Tash nuk duhet të hyjmë gjitha krizat e Kosovës në nisë për vitit 2001 me siguri kanë qenë të tjera. Unë po flas vetëm për momentin kur ka fituar lëvizja ka dalë e para në zgjedhje lëvizja vendosje na ka ndodhur 3 kriza. Kriza e dytë ndodhi nga bashkimi I të 3 partive politike, I 3 grupeve më të mëdha politike opozitare për bllokimin që të themelohet qeveria Kurti 3. Dhe këtë blokadë e kam për gjatë vitit 2025 deri dhjetor në majtën zgjedhjet e fundit. Cili ishte qëllimi? Mandati ishte I qartë, lëvizja vendosje I fitoi mbi 42%. Populli tha kryeministri do të më qenë Albin Kurti. Dhe faktikisht u pamundsu. Kjo, prej shkurtit të vitit 2025 deri në dhjetor, kur kjo krizë, kjo blokadë e grupeve parlamentare opozitare në çoi në zgjedhje. Ato të gjitha këto parti politike presin që nesër, kur të marrë zgjedhje, lëvizja vendosje mi pas 13% ose 17%, e këta mi pas 51%. A mund tjetë kjo arsye, si për diçka të shkon zgjedhje. A
Gjithë kush ma mërmenja që e dënë me ndërtuni diçka racionale, qëllimit të me konë, spokut të me posat karakteri racional, natyre racionale të me posat qëllimit. Me qëllimin e Dukëre që atë njëri më majnë atë qatën,